kam edhe telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje edhe mirë mbrëma, e nderuar e respektuar Lule Tabane, edhe Mirë tjerë mbrëm, e zhvute, mirë. Mirë mbrëm, mirë se na erdhe gëzim. Respekt pa fund. me është vjeta dhe për ju respekt ma shumë. Gëzim, si je familjarisht dhe si po kalon? Allah, e mirë. Shto sot ma e emocion kam qenë tonë ditën, se kum pas me shku atje në Gjermani, pas të me shku edhe në protest, po në këtu për Itali so pak probleme, këtu edhe s'ka urtime si të tjera vende shumë. Edhe së në gjeta vend, kështu që me ta pak. Jam një kesh. Ta besoj shumë se me të vërtet kur ma njeri shpresë që të shkaj dhe t'ju bashka ngjitë gjithë atyre qa me thonë shqiptarve të ndershëm dhe të respektuar që janë çdo herë në përkrahje të shlimtarve të unë, me të vërtet njëri në vetën keq dhe një mungesë e madhe, por kjo është jeta e një gërbeqari që për shkak që Sysh e cike dhe ti nga një herë nuk mund të arreç atë çka mendon njëri. Por si do që tjetë, kryesurja më ka mirë me shëndet edhe zoti tjetë edhe protesta e fundit që protestohet për padrejtësitë që po i bën shkrimtarëve të unë dhe të vinë sa më parë të kthehen te familja dhe në vendlindjen e dashur. Zoti trujt, ty me familje, kajt. Ata që mendojnë mirë për ata njerës që kanë luftu më të vërtet, kanë nënë gjimpyrët e vetë. Dikush ka në familje, dikush nuk e ka një kome i dore, dikush edhe gjithë për që të Kosovë, po inshallah do Zoti kja fundit është edhe kthejen në familje, të paktën të gëzojnë lirin me familje. Merë është, merë. Shumë e pa drejtë t'akuzohen edhe t'mahen padrejtisht që 5 vite me të vërtetë është e pa drejtë, por kjo ndodhi dhe ka ndodhur çdo herë te ne shqiptarët që çdo herë kemi qenë viktim të vranë, të shtypun, të masakrun, të dhunun, të prejnë, të grinë dhe prap jemi akuzu, por dhash Zoti që edhe kësaj here t'ja dalëm si çdo herë. Edhe shërimtarët tanë të kthehen faqebardhë në familje dhe në Kosovën tonë të dashur. Inshallah do të ti përshëndes gjithë me rang këtu, emër për emër, po me zomi thonë emër gjithë gabojnë e kanë. Mikun me ta përshëndesim atje me familje, dhe gjithë juve, stafin me follushëm, e respekt e bafon për juve. Falenderit shumë, nderuar gëzim, respekt është nder dhe kënaqësia jona që tashmë je edhe dëgjuese, por edhe telefonuesi juni. Unë me kënaqësi do të kisha thënë nëse ki mundësi pse jo të na këndosh edhe një këngë për dëgjuesit tanë të mrekullueshëm që kemi këto duke na ndjekur. Po përdes po që shoh, do shkojmë një këngë gërbeti. I përshëndes gjithë. Falenderit shumë. Ne të gjithat mirë, se dhja po ndëgjohet mirë është ma konfirma. Shumë bukur jetë të ndëgju, shumë bukur, unë po dëgjoj, nuk e di dëgju sa po dëgjohet, po shpresoj se edhe të dëgjuesit ti duke dëgju bukur. Po shkojmë pra me një këngë gërbeti. Qosh ma kuma re gurbete per pako verda u bon shumë vjet me kujtohet si kur sot kur për sjeli baba me lote. Rrugë të
lindjen as pun së e lash veten grun me fmi, o mora ruper gurdet lije. Ditën shtiran gërbet kalon, natë ditë gjume nuk lanzan, e tu I mendu po për shteti, o qob male kokë gërbet oj zije. Një ditëret jam qun me nxez, mora të shat në kofer, e për Kosovo jam nis me jer, e kur kam rritë dy të shpise, o për takoj një djallë të ri. O me pyta hujna je, o mër bëmëta nuk pëmje, e sytë më lutoj zemra pëmëlem, e kune njofta djallin teme. Kur kam hyo në borë me herë, e po me priqin gjithë me dirë, nënëm ki që baba mu plak, oj qka po më vyne Evropa lagë. E tash e kena kokën rahat, o me kena familjen gat, amanet o babam padlon, e mos harabin venin tane. Amanet o babam padlon, o mos harabin vendin tane. E mërzita ju e shërdhëlla. T'lumt, na ke knaq, faleminderit, shumë respekt pa fond e knaq gjithmonë. Zoti trujt me familje, respekt. Wow. Faleminderit shumë, edhe për ju e tjertë, shumë respekt. Gëzim, ta kisha bo një pyetje me qenë se je mërgjimtar. Sa është e ranë si mërgjimtar, po edhe si rapsat e muzikës folklorike, pra që je të këndash këto këngë të gërbetit, këto këngë që me të vërtet na prekin shpirt edhe neve që jemi në mërgjim. Për besën e unë e kom përkushtu shumë, dhe më thonë nuk jam ndo nga konga, edhe pse kom pas gjatë jetës rrugtimit tim kam pas shumë vështirë, po flas nga femeria, kom fillu me kënu, po kur erdhë puna që u desh mu largu vitin 88 nga vendlindja, edhe mora me vete edhe Shqiptali. Edhe kështu që kur I kënoj këngë të gërbetit, sidomos këngë të
për nanën edhe për babën e kam vështirë shumë. Pikërisht për këtë arsye ta bona këtë pyetje se e dita që me të vërtetë është e rëndë e sidomos për një mërgjimtar të këndohet në dhejtë të huj pikërisht për prindrit dhe për vendlindjen. Ma një të zemra me qenë se edhe vetë jam mërgjimtare që 28 vite, nuk është e lejtë as pak. Po që me bo, kështu është jeta, na ka imponu të jetojmë larg familjarëve, larg të vendlindjes, larg ma dashturve tonë, që shpesher edhe i kemi humb edhe nuk kemi qenë edhe nuk kemi pas mundësi që ndoshta edhe lam të miren e fundit t'ja dhamë dhe t'jemi ofër tyne. Përbes mu për nanën më ka dy herët mu vitin 86. 2 vjet Inshallah për xhenet. Inshallah amin, edhe eri ka qenë shumë. Do më 39 vjetë. Dhe kem pas barën për me shpinë, pastaj na lufta ndodhi në Kosovë, unë isha dhe atje në, do më thënë në shtab, e familjarët i pa ta hub kaj shpresat që mi gjetë gjallë, pastaj kam takue në qërshor, do më thënë kante, ka qenë vështirë, po konga është, do më thënë konga është vaj burrit o konga. Çdo vështirësi që kom pas në jetë, lule, kom pas shumë vështirësi gjatë rrugtimit tash, po kur në ato bashkë ditën më të vështira, kur e mirësha me fnu, e kam një shok, një koleg, tash nuk kom këtu nga të meja, është e kom ma lartë të jetu, se ke gëzirë, se ke po të vrej diçka, kur je diçka mërzit që ma mirë pa çka dhami. Për shkaktë që, dhe pse se e përjetoj edhe vujtën e kombit shqiptar. Kështu pajtura plotësisht, gjithmonë kanë thënë kë vaj i burrit është konga, po sidomos që e cek edhe vetë që ke qenë edhe në vijat fundit, sa ka qenë e rëndë aja periudhë dhe kur e keni pas të paktën pak një qetësi për që i kështu, aja ke marrë kongës dhe ju ke dhënë kurajo edhe shokëve tu të luftës. Po, ka qenë kjo, ka qenë. Me 22 prill, jemi ka në shtab, në kanë ardhur përforcime nga Amerika, dhe më thonë në grupi Atlantiku, dhe nga Gjermania shumë vllazën, aty u banëm dikun jetë 2800 ushtarë që atë natë, edhe orë në atë natë kom pas me nejtë dhe në roje, po kërë u afru u mush shtabi për gjithë, dhe më thonë në ishte plot, dhe aty në mesin komandanti e se zonë Rëzdi Saramati, njefte mu si këngëtar ma herë më kishtë pas pa dhe më pa aty në mesin e ty në tha, këti që ka e lypto, thash ko marrë onë me luftu, me bo kontributin ten me dhonë, edhe me nëzi preqëm për me adit për me na dhonë i di postacionet ku du me rabdi qësën. Faktikisht atë natë një shifteli e gjetën dikon, se ku fshil marë me një tel. Oh, wow. Me një tel edhe kom knu për herë që aty në mesin e shtarëve, bashkë kemi punu të në gjithë, bashkimi komtar dhe kongën të reprezerin më një Shkodër. Pikërisht këtë pyetje dhe është ata baj, po që e ceke vetë, do është ata cila ka qenë kënga parë që e ke këndu bashkë me shoqërinë tënde të luftës. Këto dy këngë janë kënë. Edhe tash më vra shokë, mu disa e më vra, që kanë kena auto bashkë kanina, është Selver Mashkaj, e ju vra, ranë dhe më thonë mina me gjithë, Stani Saramatin. Dhe Gjemadonin, pak sa me ndo për atyne, e ke pa ta ble një diplom vetë, pa ta ble në Itali, më thonë për mbrojtje. Dhe kur shkuva atje, atë ditë që kishin me hynë për me ndalë, më thonë, me sy kufinin, ata ranë, mina, u vranë, dhe kujtimet aty në metët gjithmonë më thëshin gëzim,
Nëse vritimi na, kemi na kënu në i kom. Thesha po. Zotit dhe Gjabel, kënu se njave që inshallah fitujmë, e shlirojmë Kosovën, edhe amaniti ty në konë që sa ma shpet me shliru Kosovën, me këthy poplin tonë, vendin tonë atje ku janë, edhe pse nuk kemi konë Shqipni keq, po faktikisht, kur e sheshe traktorat do kalue, kam qenë do pika që i shesha, do më thonë, do hi prej gjithë ka, në kam me thmi, me gra, burra, shumë pak në për traktora, dar ishte vaj. I kena harru gjitha, sot publion i ka harru të merë, që ka përjetu, sot këtu dalin shahë, në ofendojnë, s'kan morë heq, pse e ofendon një kanë, që ka, për shembull, ka vonë çdo sen për Kosovë. Po, ja bojt atyne ftyra, atyne që ofendojnë, sidomos për shërimtarët. Sa është vështirë me përjetua të ditë. Tash me i thonë dikujna, lule, dilla po del një natë, vetëm një orë me nejtë me natën, që aty në dhejra, pa kërkan nuk, me adhonë, 2 honë nuk del. Na kena pas në zemër, kena besue, se njeri u këtë besën edhe fitan. Na kena besu në Zot që ka mu konë sa ma shpet drita e gjelbër për neve. Edhe krejt që kemi pas të ushqimet dhe të ushqimin kemi nda me një familje, dhe më thonë të familje kanë qenë të Drenicës, a ne kanë ardhë në kam që këshin pasoj aty në shumë, i kena s'po me a di që me bu me kur be kujtoj në hapën të që të trupë gjithë mu. Gëzim me qenë se the shokët e tu të kanë vdek, lavdi për të gjithë ata që kanë dhënë jetën. A ke arritë të pakten një këngë të bashkë me qenë se je rapsod, a ke arritë të pakten t'ja kushtash një këngë atyre dëshmorëve shokëve tu pikërisht? Apo jo, ende se ke plecu ata mane? Po, kam arritë që kam bë këngë dhe për ta, kam bë këngë, sidomos, kam bë këngën më të punë babe djallë, do të thonë babe birë, janë vra në qëtë, edhe ata kom pas shtabe kom pas atë person, familjen, i cili u vra, herë i kishtë pra në beteja atje në Kushnik, për Izrael. Kalu shumë vite, lule, edhe ku që Zotin më taku me familjarët e tina, vitin 2021, Wow. që lova në pasor, edhe i për shëf një plak aty të afer dit dera spitalit me një ishte tu mbikëshyre një gru aty, po nuk e njësha atë gru, edhe ula unë me pi kafe, edhe shikon e plaku, se folë ata shti, ta shkaj ki halët mish, tha mirë, tha po faktikisht ta djemë më ka nërgu këtë, ta kometa vetë, që kjo është e këshive të bruja, po, tha unë të mboj hizmet të kjo. Tha shë për shqyqër Zoti që kalonë me një mua me të bëj hizmet, që me bo, ta shkajt e ka arë që kjo ditë. Jo, tha, aja gruja, tha, ti ka i tje, se, tha, shun jam i Prizrenit, tha, unë tha jam vajza e dëshmorit, tha, që u vra, tha, në Kushnia tje, tha, nështë e ke njo, do dhe në temë, tha, është e 100% e njeta, masi i e konë dhe ti në shtabë, thash, që ka emnin? Tha, vallahi, tha, emnin e ka Tamil. Kërë më tha, që ojë vajza vetë, Wow. e sa më tërset trupi, thash me i konë, thash, pa di shka, thash, unë e di, thash, historinë krejt, po, thash, unë që shumë qiti Zoti me juve më taku dhe, bashkë me familjarët e tina. Edhe më ka zërën për rënë se shka ishë ndodhë. Masanena dhe djali ka shkue, kura ka marrë vesh që vra baba, se neve në shpërndojtë në përzdola. Kura ka marrë vesh që vra baba, edhe
edhe djali, vetëm djali ako më thaj. 5 motra, Djala strejti, wow. djali asrejti. Po, e kalon nusën do më thonë nusën e kalon me një fëmijë, edhe prapë është hyrë në që është shkru, do më thonë zonën e malësisë Vrinit të ne ka pashtriku. Pastaj ndodhi krejt gjatë tjetër që unë aty e profilova kongën, të net me atë vajzën e tina, dëshmorit, të net tash edhe e profilova kongën edhe për thamë shre kongë, thamë. Unë të vendos me aqit një kongë, se ma kalon edhe ma net. Sali Saramati me shok, që helbete më vra në njoni, me na knu në i kongë. E sonde unë e du me knu radion e uj, kongën që goshtohet pra, e shmorit kombit, familit me gjithë djallë. Faleminderit shumë edhe njëherë lavdi për të dytë, lavdi për të gjithë ata që dhanë jetën për këtë liri që së të gëzojmë. Faleminderit shumë gëzem mikrofonin për ju. Ai që lule ma si tha, jena mënu tha me bo kongë që 27 vjetë të vra, që 27 vjetë të vra baba, me zhevla, e kena thonë disa me në bo kongë, ta në kanë lypë 4.000 euro, 5.000 euro. O zëtë. Për bes, po janë ta edhe janë të stratës, ta janë kongëtarë, me emën janë, tha dhe na tha s'kena pas mundësi me pagu se jena 5 motra, tha edhe qatë fëmin, e kemi rritë, na jemi të rrita, ja ta shka bo 18 vjetë e vajza. Këtu e kanë rritën, aja nusja, kur ka një që o vrau, a i djali Shemsidini, aja ka dalë me njëherë. E ka në fëminë e ka dalë, më thonë. është të shumë, do zote e dhe që nuk i ndodha s'kuj, po kam respekt për këta familje shumë, për gjithë tjertë, lavdi që të i herë gjithë aty në që ma unë jetën për shterin. Lavdi për jetë mot për ata që dhanë jetën, në respekt për të gjithë ju shlirimtarët. Ymri ka qenë dhe që sot jeni në mesin të unë, respekt pa fund për juve familjarisht. Me të vërtetë, na emocionuve me këtu fjalë, histori e gjatë e paharrueshme edhe Zoti asnjëherë mos përsëritën edhe mos harrojnë këto gjëra. Është një histori, tash kemi ngullë kongën që kom bo për ta, edhe besa kom hek 2 strofa se unë shumë e lejnëshme dhe kështu që do zote edhe i herë që shërimtarët të kthejen dhe të këj popull me të kthije dhe ta zotin e lupi që vetë maj mundet me në animu këtë drejtim me në zu këtë popull. Se për momentin janë dollë krejt prej binarit. Shumë e vërtet, pa i të unë ablëtsisht. S'kem qka me bo, dërëm. Jo, s'ko qa pa kërkon. Atëherë shkojnë. Shkojna me kongën, pra. Atëherë shkojna me kongën, faleminderit shumë. Janë 5 motra me një vlla, nuk që ke baba ju vra, për me sjell liri këto troje, por në kush një ajra dëshmore. Vishta mili si Shqipënia, o Kosova është jona, o betu po në flamur, o për atë dhenja sot jakor. Do kënor me të për lirije, o
On pashtri ka t'jene vrin, u që këso me I dhon prunzim, o se kjo të kodon shmirim. Luftan vrijatje u kale, bashkë me projto me ushtar, si një shkovën e shdoman, o në malet lezit për luftar. Zbishin trimat me do mësue, ofensiva pa filue, në jeçkove dhamë betimin, gjallat vdekun me bashkërimin. Rock'n'roll me të plakërije, atë luftojna me Serbi, ditën se sa diktatori, por shumë shtar, por najmë lojmori. Ta mini me push në dore, a prijoj jetën a I rodëshmor, u vro ta mini me shok vet, o në kush një atje në vet. Veç një djale kishte në shpi, bon nga mosha shumë I ri, la pes vajza pa për shpi, u fliju po për liri, si rufe kur del për para, o rodeshmor, o ta minshana. Shemsi dinja I djaliti, dekja bo besep me rojzi, nu që ke aju reshtu, per Kosovo me luftu, një flamur po bekovan, do ta marrë bob gjakun tan, a një shkora vit me shok, o do t'luftojna për këto. O ofensiva po vazhdon, burni shtrimat po qëndron, 7 muj lufta për pandon, Shemsi dini radëshmor, na ketë kongë që kem këndu, bobe birja kam kushtu, sot me ju unë jam krenar, o për mendore, o deri me poj manjë.
T'lumt, respekt pa fon edhe njëherë, lavdi për dy dëshmorët babë e birë. E inshallah gjithmonë në kënan për gëzime, po qa me bo, kjo është jeta gëzëm. Wow. Vallaj, kena shkëllë, po duhet me vazhdu e njëre jetën, me vazhdu. Shumë faleminderit gjithëve respekte që na kanë përshkrujnë aty se son një lexojnë në largë, kam edhe kështu që janë gjithë të respektu nga une dhe lavdi dhe herë, po tham gjithë ato familje që kanë dhonë më të dashurit e tyne. Falemderit shumë gëzim me respekt pa fon, të falenderoj nga zemra dhe njëherë në emrin tim personal, po edhe të stafit radiosime. Je mirë se ardhur çdo herë, inshallah çdo herë këndon e kishën detin e vetëm me gëzime e dëgjosha çdo herë mirë për familjen tuaj. Faleminderit edhe unë pra, edhe një herë pra, nga thellësia e zemrës që falenderoj dhe ju dëshiroj që kjo radio të zgjerohet edhe më shumë dhe të bëhen jo kaq shumë pak njerëz, po të paktën edhe një 10.000 veta që të bëhen të japin të shpërndajnë secili se kushton pa para të shpërndajnë. Edhe Shumë ti do të tëroj që ke marrë këtë, nuk ka punë e lehtë dhe kjo me punu tanë ditën, punë të shtëpisë apo në punë dikon dhe mbrëmje me net në mysafir është pak e rëndë, po duhet që ta shpërblej me të mira. Faleminderit, është shumë e vërtet, nuk është e lehtë, unë jam edhe kry familjare, vetë nanë, vetë baba, si një mërgjimtare, si angazhimet, punës, jetës, familjes, por deri tash ja kam arrit me ndihmën e Zotit që ma ka dhënë shëndetin, po edhe këtë radio me këta dëgjues të mrekullueshëm, po vazhdojmë të mojmë edhe timojnë të bashkuar, që asnjëherë nuk kam dëshirë të shoh asnjë të lëndun apo të hyn apo që anashkalohet sidomos nga unë apo stafi im, po janë dëgjues me të vërtetë që ja vlen të kemi këto në emisionet tona dhe sado pak të hjekum mallën e mërzin e ju të kem sharje fyrje e kacafytje sikur në përdo me gjumë tjera, por asnjëherë nuk tolerohen. Kemi vetëm një qëllim të bashkojmë shqiptarët dhe të paktën këtë orë mbrëmje t'i kalojmë sa ma bukur me ta. Zoti ju rujtë e bekoft juve edhe gjithë familjarët, kudo që janë, shqiptarë kudo që janë, inshallah, do Zoti po me një shqipnie më natyrale. Faleminderit. Faleminderit, Nderuar- natën e mirë gjithë mirat, respekt pa fund. Respekt, gjithë të fale, pra, të kryre sa ferë. Pra të dashur dëgjuesi, është ndere dhe knaci, të kemi edhe këto figura tona që na bojnë krenar, anë banë ku janë. Pa më parasysh a janë në mergem apo në vendlindje. E sidomos të valet e Radio Zërit Lirë që kemi shumë njerëz me vlera. Respekte edhe njëherë për të gjithë emër për emër, po ashtu një falenderim i veçantë shkon edhe për episodin tonë që kishëm në telefonat Gëzim Kodraliu në pikërisht edhe kë një çlirimtar po edhe një mërgjimtar që jeton edhe punon në Itali. Faleminderit shumë, pra numri është i hapur, i do të jemi deri në orën 20 së bashku. Mund edhe ju tjerë të telefonani, e kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje, mi mroma, mirë se na erdhe për mi. Ju përshëndes, lule me shpari juve, po dhe rapsodin Gëzimin, basi zdi ka here ku bisedu me to dhe njoh tash, jo njoh me përmes juve, dhe është një këngëtari mrekullueshëm edhe ndëgjova me shumë vëmendje. I lumt për punën që e kish bo. Mund ka tregu se edhe shumë gjëra tjera, po këto më se tregoj me vërtet ja kish vlejt, po veç do t'ja pagun. Se ish me vërtet një person i cili nuk prekshërke vetë fitimin me pas lekun me marë, po me vërtet ish për popull me punu.
Desha ta përshëndes nëpërmes juve këtu, se mos e po na ndëgjon tha po unë. Edhe desha si përshëndes edhe gjithë tjerë se ai miku jem Enveri na tha, po që na tha. Po thiri dha veç po shkruajnë ata. Unë kisha me thirrë më shpesh, ama nuk ka kjo punë për mua. Mbasi s'më muj kejt me thonë për shembull, ti përshëndes gjithë edhe u kry edhe u bitis më kjo në sede, po është mjaftë kur shkruaj edhe kur e përshëndesi që një veç e veç. Është respekt i madh. Nuk të qoj magat, mos bëna i tepër, ju përshëndes juve dhe stafin e ju, gjithë dëgjus që i kia aty. Po edhe gëzimin edhe një herë, basi shkruaj edhe me të shpesh herë, ju përshëndes. Edhe gjithë ata sot që në kona që kanë marrë pjesë, ato burra, po edhe gëzimi kish metën me dhe ketë shumë kish metë me një shky. Edhe një herë ju përshëndes, kalofshi natën e mirë, unë po kaloj knena ju për cjellë. Faleminderit. Faleminderit shumë Fehmi për këtë fjalë, natën e mirë, gjithë mirat, respekt pa fotogramna ime. Natën e mirë. Faleminderit ju edhe ju, edhe për ju e faleminderit që ja buni respektin e nderoni. Patjetër, faleminderit shumë edhe nga ana jonë. Bravo. Jo, kjo është edhe për mua respekt ju që keni respektu, se unë i kom thonë që është edhe u kry kjo punë, do me thonë. Edhe unë e kom di vetën aty si krenar me ato me juve që e këni bu. Faleminderit. Faleminderit shumë, respekt pa fonë Fehmi. Faleminderit shumë, natën e mirë gjithë mirat të. Pra, të dashur dëgjuese, kjo është Radio Zëri Lirë që i bashkon shqiptarët anën banë ku janë. Pra, edhe njerë e falenderoj nga zemra dëgjuesin tonë nga Presheva, heroike, Fehmia Hiun që gjithdo herë ban lutje të ju dëgjues të shprëndani, po edhe fal Fehmia Hiu të sadekimi edhe rapsudin tonë të mrekullueshëm që na ba krenar me zërin e ti, me kontributin e ti që ka dhënë për këtë liri që ne sot flasëm shqip, fal sakrificës atyre që s'janë mesin tonë, po edhe shlirimtarëve dhe të gjithë atyre që kontribuan për këtë liri që sot e gëzojmë. Unë të shkoj me një pikë muzikore dhe do kthehemi pas